Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala zhvilloi sot një vizitë në Spitalin Rajonal Omer Nishani të Gjirokastrës. Ministre Sala inspektoi nga afër punimet që po kryhen në këtë spital, një godinë historike që shtrihet në një sipërfaqe prej 8600 m2, me të gjitha specialitetet si urgjenca, kirurgjia, pediatria, infektivi, radiologjia, patologjit në shërbim të 60.000 banorëve të qarkut. Mamografia në maternitet ka qenë jashtë çdo kushti teknik, sepse ka qenë edhe ambientet ka papërmbosura për pjesën e sigurisë dhe pjesën e bebave dhe të nënave. U zhvendos këtu dhe përqendruam këtu. Siç kemi krijuar këtë korpus në bëjmë të freca në alimente Home Scanner, e cila do bëhet i nga fillimi me instalimin e të aparaturëve, do bëjmë një qendër siç është në perëndim, e cila komunikon në ana vizuale ose me informacioni i përqendruar në një zyrë. Pra si moment të vetë nuk e kemi depres shërbimin, pavarësisht të rikonstruksionit. Organizim është menaxhim është ajo. Kështu do të bëjmë vetë digitalizimin. Pjesa e kirurgjisë kaloi nga 4 me 6 me 3 salla, nga 4 kaloi me 6 tretësh, reanimacioni. Njëkohësisht mendojmë të bëjmë edhe një dhomë intensive në patologji, po them, jetë dhe aty për pjesën e rastet moderuara. Gjithsesi ndonjëherë ku ka nevojë pastaj menaxhon. Ky spital është një investim që realizohet me fondet e buxhetit të shtetit me një vlerë prej 4.7 milion euro. Shëndetësia mbetet një nga sektorët prioritar të qeverisë, ndërsa buxheti i vitit 2026 ka një rritje me 4.3 miliard lekë krahasuar me 2025-ën. Gjatë dekadës së fundit, qeveria ka bërë investime të konsiderueshme në përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore, trajnimin e stafit, zgjerimin e skemës së sigurimit shëndetësor, përmirësimin e shërbimeve të specializuara dhe rritjen e pagave.